Tarifat e reja për sigurimin e makinës, kush paguan më shumë dhe kush përfiton ulje. Siguracioni i makinës nuk do të kushtoj një lloj për të gjithë, duke nisur nga ky vit. Drejtuesit e automjeteve do ta paguajnë ato bazuar në historikun e dëmeve, përvojës dhe llojit të makinës. Drejtuesit e automjeteve me aksidente të përsëritura, të rinj pa eksperiencë dhe mjetet me fuqi të lartë motorike do të paguajnë më shumë për sigurimin e detyrueshëm të automjeteve gjatë këtij viti dhe në vijim. Në të kundërt, drejtuesit me historik të pastër pa dëme, makinat e re dhe ato me fuqi të ulët motorike do të paguajnë ulje të primit të sigurimit. Sipas faktorëve të riskut publikuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, çmimi final i sigurimit nuk përcaktohet vetëm nga historiku i dëmeve, por edhe nga disa elementë të tjerë ku një rol të rëndësishëm luan fuqia motorike e mjetit. Sa më e madhe fuqia e motorit, aq më i lartë është primi i sigurimit. Ndikim në tarifa ka edhe mosha e drejtuesit, ku grup mosha 18-21 vjeç paguajnë më shtrenjtë, po ashtu drejtuesit me deri në 2 vite eksperiencë në drejtim të mjetit tarifojnë më tepër krahasuar me ata me eksperiencë më të gjatë. Edhe përdorimi i mjetit është një faktor tjetër përcaktues. Automjetet në pronësi të subjekteve tregtare paguajnë më shumë se sa ato në pronësi të individëve. Ndërkohë, qarku i regjistrimit ndikon në koston e sigurimit, ku mjetet e regjistruara në qarqet Berat, Dibër dhe Kukës përfitojnë tarifa më të ulta. Sipas AMF-s, vjetërsia e mjetit është gjithashtu një element kyç, pasi makinat e reja kanë prim më të ulët sigurimi krahasuar me mjetet e vjetra. Shoqëritë e sigurimit janë të detyruara të publikojnë në faqet e tyre zyrtare tabelat me koeficientët e riskut, si dhe shembuj konkret të llogaritjes së primit.